me datën 31, në mbledhjet e qeverisë, me datën 31, me datën 26, ky nuk e paska ditur që ekziston ai në ligjit, apo ka ardhur dhe ka thonë të nderuar deputet nëse ju ma japni besimin, këto do të jenë 5 vendimet e para. Me datën 31, deputeti Kurti mandej Elshon Ulsen prej kuvendit, nuk votohet, i merr vetëm 56 vota, kthehet në mbledhjen e qeverisë, që gjykata supreme e vendimet të së cilës nuk ke ku t'janë kimoshme, domethënë e konsideron si uzurpator të institucioneve, ky kthehet si deputet, sepse ajo e njeh gjykata supreme, po e njeh si deputet, ky kthehet dhe çka bën? I merr pikërisht këto vendime. A është kështu situata? Tash si me e qujt këtë? Si me e qujt? Nuk ka mundësi që një deputet me shku me hartu bugjet, një grup parlamentar, një pjesë deputetve, të një grupi parlamentar, me shku me hartu bugjetin e vitit 2026, me vendosë se si kanë me u shpenzu taksat dhe tatimet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, pa e ditë kush është qeveria e Republikës së Kosovës. Ju keni të drejtë. Ju keni të drejtë. Pas me folë që të në studio, ju keni të drejtë me e dërgu në gjykatën kushtetuese këtë vendim. Se me thonë? Me lejo edhe një gjëtë them. Po, të lutëm. Vesh me votalimin mes analistëve dhe juve, na në studio nuk mundemi nga kjo studio me që një qështje na me drësu në gjykatë kushtetuese. Ju si deputet e keni atë drejtë. Na nuk jemi duke bë vetëm analiza. Po. Dhe më thonë, na thjesht nuk do të votojmë një bugjet të tillë, vendi do të shkojnë zgjidhje, Ermal, sepse nuk ka zgjidhje, nuk ka. Nëse është në vendim e jo kushtetues, që në gjykatën kushtetuese, apo... Ka mundësi, që dhe më thonë, e para duhet me kriju. Ky vendim nuk kalon. Ky vendim bëhet vendim vetëm në momentin kur kalon. Ligji i bugjetit nuk hyn fuqi asnjëherë nëse nuk kalon në kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra, LDK-ja do të votoj kundër. Albin Kurti, i cili nuk i ka pasur 61 vota me datën 26 tetor për të bërë kryeministër, si mendoni ju që do t'i bëj shumicën e votave? Duke pas parasysh që kolegët tanë në RTK janë pa paga. Kolegët tanë nuk janë pa paga, pse s'ka ligj të bugjetit, Ermal.